Për të 13 vjet me radhë në Te Arts u organizua manifestimi tradicional Dita e Groshës 2025, një manifestim që për çdo vit mbledh pjesëmarrës të shumtë nga vendi, rajoni dhe jo vetëm. Si çdo vit edhe këtë vit pati aktivitete nga nxënësit e shkollave fillore, të cilët kishin përgatitur ushqime të ndryshme tradicionale. Një manifestim të pasur me program kulturor dhe kryesorja përgatitja e groshës. Organizatori Metin Muharremi theksoi se nëpërmjet këtij manifestimi mundohen të ngrejnë vetëdijen edhe për rritjen e kultivimit të groshës. Ideja e manifestimit është çdo herë që të mbështesim bujqit, pasi grosha është një produkt me të cilin ballafaqohen çdo vit me rënjen e cilësisë dhe sasisë. Andaj ky manifestim është një farë mënyre, një farë garance se ne duam ta mbajmë të gjallë këtë prodhim dhe përmes pjesës interkulturore duam që të ngrisim aktivitetet ndërkulturore të cilat do të ndodhin këtu në rajon dhe më gjatë. Dielli dhe lagështia që ka rajoni i Pollogut bën që fasulia të jetë e veçantë, por fatkeqësisht ajo çdo vit kultivohet pak e më pak shkaku i heqjes dorë nga bujqësia, por edhe i ndryshimit klimatik. Grafë që to tradicional, sotele shkomeso, 16 kg. Kjo është grosh tradicionale me mish viçi, ka gjithsej 16 kg. E kemi përgatitur me vaj, qep, piper të kuq dhe hudhër dhe mendoj se është bërë shumë e shijshme. Krahas gatimit të groshës tradicionale në këtë manifestim është edhe gatimi i hallvës, për përgatitjen e së cilës kuzhinieri Adem Aliti theksoi se nevojiten plot 3 orë kohë. Receta tradicionale është shumë e thjeshtë, pa është don punë, don kohë, sa sasi e madhe bëjgji, edhe shkon gjatë kohë, është me vaj, miell, digjet vaj dhe miell, digjet sa marrin një ngjyrë kafe, mandej në fund t'i hedhin ujin, mbas ujë qeqeli edhe pak rush sata, diçka që kena ara, qatë tjetë, gjanë tjetë dhe qatë imbaron emisioni hallvës. Kjo sasia e madhe me 3 ora, zakonisht me përgatit me sasi të vogla, një gjysore duhet, se në gjysore nuk shkon. Duhet kujdeses më digjet mili, më të marrë erë, duhet skuqet të duhet përzi, dan kohë. Përndryshe, ky manifestim organizohet nga Qendra për Edukim dhe Zhvillim me mbështetjen e programit Civica Mobilitas, shoqatës ekologjike të Maqedonisë dhe komunës së Te Arcës.